Anulohet tenderi për zbatimin e projektit të portit të Porto Romanos. Në Durrës, Ministri i Transporteve tha se shkak është bërë tërheqja e ofertuesit të vetëm që kishte mbetur në garë si pasojë e rritjes së kostove. Ofertuesi vetëm për tenderin e zbatimit të projektit të portit industrial në Porto Romano është tërhequr nga gara duke bërë që e gjithë procedura të dështojë. Vetë Ministri i Infrastrukturës Enea Karakaçi e pohoi lajmin duke shpjeguar dhe arsyet e kësaj tërheqjeje nga Bashkimi i Operatorëve. Po, në fakt kemi një tërheqje të ofertuesit të vetëm që kishte mbetur në këtë garë, me një arsye kryesisht ekonomike, për shkak të rritjeve të kostove dhe efekteve të krizës, ka një rritje të kostove totale të ndërtimit në përgjithësi. Ministri mohon që arsyet e tërheqjes nga gara të kompanisë Arki Rondo të lidhen me dyshimet për ndikimet të influencave ruse. Kjo është një aludim. Konsulenti Royal Haskonen do e kishte parë nëse do kishte patur këtë lloj ndërlidhjesh. Ashtu si Rama 2 ditë më parë, Karakaçi pohon se ka një sër aktorësh që po punojnë kundër projektit të portit industrial, por sipas tij, projekti i kompanisë holandeze Royal Haskoning do të zbatohet me çdo kusht. Ne do ndërtojmë një skenar tjetër. Çdo faktor apo aktor tjetër nuk do mundet që ta frenojë këtë projekt, sepse ky është një projekt shumë i rëndësishëm për zhvillimin ekonomik të vendit. Sipas ministrit, projekti tjetër, ai porti turistik Durrës Marina, nuk do të ndikohet nga vonesat e krijuara në transferimin e portit industrial në Porto Romano. Nuk ka vonesa sepse Marina është ndarë në disa faza. Tenderi për projektin e Porto Romanos me vlerë 39.3 miliard lek ka dështuar disa herë. Gara për ndërtimin e projektit holandez u hap për herë të parë në dhjetorin e 2024-s.